duke se kur Izraeli, po vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës me Iranin kanë hesapet e tyre, po themi që i kanë të hershme, që në momentin e parë kur ka marrë pushtetin Khomeini, ka qenë mbajtja peng e stafit ambasadës në Iran. Kanë qenë mbajtur për një vit e ca amerikan. 424 ditë. 424 ditë të mbajtur nga duke ishte akti i parë që ishte nga ky regjim në drejtim të pastaj ke bombardimet e trupave paqësruese që ishin në Liban nga ana e Hezbollahve, të cilët ishin financuar nga Irani. Ke pasur pastaj goditje nga ana e Houthi, po themi, në drejtim të anijeve ushtarake amerikane, dhe goditja ndaj një anije ushtarake është akt lufte. Është akt lufte, dhe për më tepër ti ke pasur 2 atentate ndaj Trump. Më thoni në gjithë historinë atyre që dim ne për këtë, kush ka qenë ai shtet i cili ka akuzuar të shkojë deri në këtë pikë. Pra, nuk është thjesht Izraeli me Iranin dhe vajti Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është një diçka që është edhe në një farë mënyrë personale për Trump. Pastaj është dhe një skem që është skema akoma më e madhe, mos harrojmë që Irani është pjesë e BRICS-it, dhe BRICS-i me mënyrën se si është ndërtuar raporti i forcave aty, përse përket edhe burimeve energjetike, përse përket edhe atyre që janë rrugëve detare, rrugëve të komunikacionit, është një betejë e madhe që po bëhet midis Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është një betejë shumë e madhe se sa konflikti midis Izraelit dhe këtë tjerë. Shiko, u kap kanali Panamas. Kanali Panamas ishte menaxhohesh nga kinezët dhe u detyruar ndërtuar nga amerikanët dhe pastaj. Po, e morën sepse ja kaloi Panamas dhe pastaj Panama e dha me koncesion të kinezët. Një gabim që po bëjnë u dha kjo, u kërkua për bazat në Groenland për siguruar rrugët e Arktikut, që janë sipër, që mund të përdoren dhe në kohë kur shkrin akujt për rrugë tregtare. Njëkohësisht kishte marrëveshja mbajtja ngushtë apo marrëdhënie të ngushta me Milen. Është te zona e tokës zjarrit, është ngushësia e Magellanit. Ke pastaj Somalilendin, i cili është në gjirin, pra kur futesh në po, që ke në zonën e, jo, Adeni është pak më sipër, po është dhe ke pastaj zonën e, pra duket sikur ofensiva amerikane ka nisur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e ka përqendruar ose më saktë i ka siguruar këto dhe pastaj Somalilandi është shtet afat shkurtër, Somalilandi ka që 93-shin që ekziston. Vetëm Izraeli dhe Somalilandi se ka të bëj me pikërisht me kontrollin e ngushticës për kanalin e Suezit, nuk është e rastësishme që është njohur nga Izraeli, është në diskutime edhe me Indin, edhe India është interesuar dhe për të tjerë. Pra, ideja është që përveç atyre që janë burime energjetike, përveç atyre që janë burime energjetike, janë dhe rrugët tregtare të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen që kapin ato që quhen çok. Paruar edhe Sudani, se është i përfshirë dhe Sudani aty. Zoti Tafani. Po, dhe Sudani. Është i përfshirë dhe Nga gjithë Sudani në përshkrimi këtë. që bën ju, i bie që kjo nuk po bëhet një luftë për demokratizimin e Po jo më, çfarë lidhje ka demokratizimi? Shiko, kush ishin kërkesat? Kërkesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin kërkesat e negociatave. Ishin për demokratizimin e Iranit. Po jo më. Kërkesat për në negociata ishin 3: programi nuklear, programi raketor dhe heqja e subvencioneve për proksi, mbështetjeve për proksi. Pra, për Shtetet Bashkuara të Amerikës, në momentin që është diskutuar këtë gjëra, është interes totalisht personal i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si raketat, si proksi, dhe kur e ka fjalën për proksi, duke qenë se Hezbollah dhe Hamas përgjithsisht janë në një farë mënyrë të neutralizuar nga, po themi, me Hezbollah po humbje të mëdha Izraeli, pjesa që i ka ngelur që intereson Amerikës është Houthi që bllokojnë rrugët tregtare. Nuk është e vogël kjo. Vetëm nga goditet që kanë bërë Houthi, 0.5%, 0.7% inflacion botror i çmimeve. Vetëm kaq ka harxuar 1 miliard Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të luftuar e nuk ka arritën dot fitore. Nuk është problemi i vogël, pavarësisht se ka ngelur jashtë. Kështu që kjo është një populacion shumë e madhe dhe jo aq për demokracinë. Nëse mund një sekond, për sa i përket Houthit, për shembull, ti edhe Hezbollahu atje në Liban
problemi është qëndron në Teran. Nëse bie Terani teorikisht, hopefully, ose se nuk është çështje ideologjisht, ose nëse bie, edhe Houthit, edhe Hezbollah do jenë pa mbështetje politike dhe financiare. Kështu që qartë,